në momentin më të mirë për një opozit, Katerina, që du të ishte një trofe, pra kur SPA ka vënë në akuz dyshin e qeverisë, opozita fatkeqësisht pra është kthyer tek ajo çfarë bën her pas here. Rrinja 2 vite dhe e bën prap. Pra egon e sëmur për pushtet personal. Ku e kanë fjalën këtu tani? Teksa SPA kërkonte arrestimin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku, opozita zihej se kush bën foltore më shumë. Pra bën zoti Berisha me Partinë Zyrtare apo Ervin Saljani me ca kandidat që kanë mbledhur në mbanë Shqipërisë qytet në qytet. Dolën në një protestë që për mua ishte një shenjë e mirë dhe pjesëmarrja ishte e kënaqshme dhe duke sikur lajmi më i madh që prodhoi ishte heqja e Ervin Saljanit nga grupi i WhatsApp-it i kryesisë Partisë Demokratike. Ndaj unë them që opozita pra kundërshtari i opozitës sot ka një fush që nuk e ka as portierin brenda dhe as sulmuesin kryesor. Ndërsa opozita në vend që të sulmoj kundërshtarin, pra do të bëj autogola her pas here në portën e vet. Dhe në këtë këndvështrim mendoj që opozitës i mungon një strategji e qartë, e mirë menduar dhe një strategji e cila i çon drejt fitores, jo drejt përplasjeve të brendshme me njëri tjetrin. Për të kthyer te protestat, padyshim që protestat, ashtu siç edhe sot e tha zoti Berisha dhe e pam në edicionin e lajmeve, do të vazhdojnë në muajt në vijim, pas vitit të ri sigurisht. Informacionet flasin që do të jenë protesta mes tensioneve dhe kozgjatjes së tyre në kohë, pasi besoj që opozita do të ndjek një tjetër terren, ato të protestave në Rumani, për shembull, ku protestuesit protestojnë për 10 ditë të rresht dhe jo vetëm vinë dhe bëjnë një xhiro në bulevardin Dëshmorët e Kombit dhe pastaj largohen nëpër shtëpiat.